dërgojnë në betej. Nga e dim këto, e dim nga lufta në Afganistan, të cilët edhe pse 20 vite ishin atje, nga ushtria talibanëve, të cilët ishin vetëm një luftë gerile, u detyruan ushtarët amerikanë që të tërhiqen. Kur bëhet fjalë për Iranin, bëhet fjalë për një shtet i industrializuar, një shtet me një kulturë të lartë, një civilizim të lartë, dhe asgjë mund të paramendohet që amerikanët ta okupojnë Iranin. Për shkak se rezistenca do të jetë shumë e madhe dhe kjo u dëshmua në luftën 12 ditore, edhe pse në fillim i kapën në surprizë për shkak se ishin duke negociuar dhe i sulmuan pabesisht. Ata mbas disa 2-3 ditëve u rikuperuan dhe filluan kundër sulmet kundër Izraelit dhe si pasojë izraelitët u detyruan që të tërhiqen. Tani bëhet vazhdon lufta, por lufta është diplomatike dhe shtetet e Evropës përpiqen që ta detyrojnë Iranin që të heqë dorë nga e drejta e tyre për energji bërthamore dhe i kërcënohen se do ta sankcionojnë Iranin. Mirëpo Irani në këta dekadat e fundit është adaptuar me sanksionet dhe si duket më nuk e kanë atë efekt të madh sanksionet. Për shkak se jo e gjithë bota pajtohet me Unionin Evropian dhe SBA, për shkak se nuk ka më përkrahje të madhe në OKB. Para 20 vite ndoshta kishte, për shkak se atëherës edhe më kujtohet prezident ishte Medvedev, edhe ai e përkrahu një rezolutë të OKB-s ku sankcionohej Irani. Mirëpo tash rrethanat kanë ndryshuar dhe dje lexova një lajm të fundit se rusët do të ndërtojnë një central bërthamor të ri në Iran. Pra rusët asgjë kanë ndërmend ta sankcionojnë Iranin. Kina po ashtu vazhdon që ta blejë të gjithë naftën e Iranit, sa mund të prodhoj Irani, të gjithat naftë e blen Kina, edhe pse evropianët do t'i vënë sanksione së bashku me amerikanët, nuk besoj që do të ketë ndonjë efekt në ekonominë e Iranit dhe besoj që nuk do të tërhiqet nga e drejta e tyre për energji bërthamore e Iranit për shkak të kërcënimit ekonomik apo edhe për shkak të kërcënimit ushtarak, siç e dim, Izraeli ende sot e kësaj dite kërcënohet se do ta sulmoj përsëri Iranin, po kuptohet se në merr atë guxim pa mbështetje të madhe ushtarake të SBA-s dhe të gjithë shteteve të Evropës. Megjithëse erdhi data 27 shtator dhe afati i paralajmëruar skadoi, nëse rivendosen sanksionet e OKB-s, a rrezikon që të shembet përfundimisht marrëveshja historike e vitit 2015? Po, mirëpo kjo nuk do të jetë rasti, për shkak se për të rivendosur ato, do duhet në Këshillin e Sigurimit të kaloj ai propozim i shteteve të Evropës, që në rastin konkret janë Anglia, Franca, dhe tani nuk e di cili shtet tjetër, ndoshta Gjermania. Gjermania po, e treshi, Anglia, Franca dhe Gjermania. Ajo nuk do të kaloj për shkak se veto do të ketë nga ana e Rusisë dhe nga ana e Kinës. Pra nuk do të mund të funksionoj. Ajo është një ëndër e diplomatëve evropian, të cilët kuptohet po ashtu ndikohen nga lobi Çifut. Për shembull, e kemi ministrin e punëve të jashtme të Anglisë, i cili gruan e ka Çifute, po jo vetëm gruan që e ka Çifute, se është dhëndër Çifut, po edhe kryeministrin e ka Çifut, Steinmeier është Çifut. Tani është kjo një ndikim që Izraeli ka punuar me dekade, që ta marrë diplomacinë perëndimore. Ata punonin dhe kishin sukses që ta marrin edhe diplomacinë e Rusisë. Dhe nëse bëni një analizë, sot e kësaj dite kryeministri i Rusisë është Çifut, dhe nëse bëni një analizë të diplomacisë, shumica e ministrave të punëve të jashtme të Rusisë kanë qenë Çifut, sidomos në vitet e 90-ta. Po me ardhjen e një ermeni, Lavrov, i cili është ermen, si duke doli stabil. Pse Lavrovi është hebre? Jo, Ermen është me preja. Armenia. Nga Armenia, okej. Po, Armenia, po. Edhe pse Ermenët dhe Çifutet kanë pas marrëdhënie të mira, sidomos në SBA, për shkak se janë një ndër 3 lobet më të fuqishme, që është Çifutet, Ermenët dhe Grekët. Dhe mirëpo, si duket si diplomat profesional, ai shiqon interesat e Rusisë, ashtu që u largua nga ndikimi perëndimor Rusia dhe më
më stabil në diplomasi janë kinezët, të cilët i shqyqojnë interesat e tyre, të partisë të tyre, të shtetit të tyre, të civilizimit të tyre, dhe kanë sukses në diplomasi. Pra asesi që evropianët të kenë ndonjë sukses kundër Iranit në aspektin diplomatik, për këtë qëllim është edhe kryetari i Iranit sot gjendet në New York. Qartë. Dhe besoj që ju kishte një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, pra ata nuk janë të izoluar as pak, kanë mbështetje të madhe ndërkombëtare dhe ata që janë të izoluar, e them shpesh në emisionin tuaj, është perëndimi, është Evropa dhe SBA-ja të cilët janë izoluar. Qartë, mirë, zoti Daudi, nga ana tjetër është duke përdorur Irani taktika vonuese për të fituar kështu kohë dhe për të forcuar programin e tij bërthamor në fshehtësi? Po, është e vërtetë që përdorin taktika. Qëllimi i tyre është të asigurojnë ekzistencën e shtetit të tyre, për shkak se kërcënohen nga një superfuqi nukleare. Dhe ata nuk do donin që të hynin në luftë me SBA, për shkak se përderisa ata nuk mund ta okupojnë me trupa toksore, rrezikohet që tu hidhet ndonjë bombë atomike. Ky kërcënim ishte real dhe ne e dimë që në atë luftën 12 ditore, bomba me aeroplan bombardues i bombarduan centralet bërthamore të Iranit, mirë po iranasit me suksese tërhoqën të gjithë uraniumin e pasuruar deri në 60%, dhe shpresoj që tani atë uranium 60% e kanë arritur deri në 90% për të formuar bombë atomike dhe unë ju dëshiroj sukses iranasve që të prodhojnë sa më shpejt bombën atomike, për shkak se ajo do të ishte arme e vetme e cila do të siguronte atyre ekzistimin e shtetit të tyre nga një kërcënim i Izraelit, për shkak se Izraeli kërcënohet se do ta përdor bombën atomike. Rastin e kemi në Korenë e Veriut, të cilët pasi e formuan bombën atomike, askush nuk i përmend se do t'i sulmoj. Pra duhet ta marrë si shembull Irani Korenë e Veriut dhe të punojnë sa më shpejt që të prodhojnë bomba atomike, ashtu sikur Pakistani që ka prodhuar bomba atomike dhe është i sigurt nga një sulm nga India. Qartë. Pra të gjitha ata shtete që rrezikohen duhet të investojnë sa më shumë në industrinë e armatosjes dhe mbrojtjes që të mbrohen nga agresorët e mundshëm. Për të ardhur pak tek fqinjët e Iranit, frymëzim si e shohin ato këtë situatë, konkretisht Arabia Saudite, Katari, se për Izraelin e dim, po këto vendet e gjirit që janë dhe fqinjët të Iranit, këtë situatë? Po, ata e shiqen Iranin se një konkurrencë. Tani më kujtohet para një jave, ndoshta ishte kryeministri i Pakistanit, ishte në Arabinë Saudite, dhe lidhen një aleancë ushtarake. Si zakonisht sigurinë e Arabisë Saudite me bazat ushtarake e garanton SBA-ja, po me sulmin e Izraelit kundër Katarit, tani beson Arabia Saudite që mund të sulmohej edhe ata po ashtu nga Arabia Saudite dhe SBA-ja nuk do t'i mbrojë. Prandaj si kundër përgjigje, Arabia Saudite tani kërkon alat tjerë dhe në rastin konkret ka kërkuar ndihmë nga Pakistani, jo vetëm nga një sulm i mundshëm nga Izraeli, por edhe nga një sulm i mundshëm nga Irani. Për shkak se konkurrent kryesor Arabia Saudite e shiqon Iranin, të cilën e ka afër në anën tjetër të detit, dhe në një luftë të madhe të mundshme të Iranit me SBA-n dhe me bazat ushtarake të SBA-ve që janë në linjën të mesme, kërcënohet një sulm edhe i Arabisë Saudite, për shkak se mund të ndodhë prej Arabisë Saudite të sulmohet Irani nga bazat ushtarake amerikane. Dhe kuptohet që Arabia Saudite ushtarakisht nuk është shumë e fuqishme, për shkak se e gjithë industria e saj e mbrojtjes mbaret nga përkrahja e SBA-s, dhe një tradhtim nga SBA-ja do ta lënte të pambrojtur Arabinë Saudite, dhe në jug e kanë Yemenin, të cilët i kanë poshtu armik, dhe të cilët janë të afërt me Iranin dhe nga një sulm i mundshëm e Huthive apo kombësorisë së Huthive në territor të Arabisë Saudite mund ta rrezikojë edhe regjimin e Arabisë Saudite dhe prandaj ata përpiqen që të bëjnë aleanca të mundshme me të gjithë shtetet, po ndoshta edhe të garantojnë një bombë atomike nga Pakistani, të cilën mund ta blejnë me miliarda dollar, që të ndihen më të sigurt. Pra mund edhe kjo të jetë rast.
E qartë, mirë, zë Dauti, për të ndalur pak edhe te Kosova, në timën sekretari amerikani i shtetit për çështjet europiane Hanner Han ka thënë se për SHBA-n ishte tetë shqetësuese, pra përpjekja konkrete e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për t'ia pamundsuar listës sërbska pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Pyetja ime është se a ishte veprimi i Albin Kurtit për të pamundsuar, ashtu si thash, listën serbe pra në zgjedhjet një strategji për sovranitet, apo nga ana tjetër ishte një gabim politik i cili kushtoi shumë Kosovës? Po çështja ose Kurti nuk i pranon gabimet politike, ajo është kokë fort, edhe pse thuhet se ka studiuar për kompjuterat, unë nuk shiqoj ndonjë mençuri në anën e tij. Ai bën zgjedhjet në komunat e Kosovës ku dalin 3 veta votojnë dhe i quan ato zgjedhje të suksesshme. Besoj që kemi